Pas aksionit për arrestimin e Maduros, Trump na tregoi se rendi i ri botëror ka ndryshuar. Bota do të përbohet nga 3 pole: Amerikë, Rusi dhe Kinë. Ne ku futemi? Në Europën. Në Europë, me Amerikën. Me Amerikën? Po. Shqiptar, te cili pol futemi? Po të shumë mendoj si pas statistikave që kemi deklaruar, besoj se udhimi qemi nga Shëbaja. Në Shëbaja. Pra te poli i Shëbas. Po. Ku futemi neve? Po ne do të mbështetim Kenjë, madh përhajmë mbështet ka Amerika, do. Ai 3 pjesë kështu, ka gjën 3 shtete më fuqishme këto. Ka vend aty për neve? Po shteti dikun do të mbrojë, se në shteti vogël jemi. Them që do të mbrojë, se në fakt ne jemi në hal në sy e shteteve fqinje. Të gjithë kanë qef që të na pushtojnë dhe detyrimisht që do të mbështetim dikun, ke një shtet i fuqishëm që të mbijetojmë. Në cilin pol? Në xhepin e vogël të parmallonave të tërë politikanëve të botës jena neve. Pavarësisht se Shqipëria ka strategjidi, me fjalë për Evropën, për Ballkanin, po këta politikanë tanë me zvendësimin e pellazgëve, edhe me ardhjen e vëllezërve tanë nga India, me fjalë nga Bangladeshi, Pakistani, themi se do dalim race pasër ariane. Prandaj themi që politikanët botëror kështu shikojnë Shqipërinë nëpërmjet politikanëve tanë që na përfaqësojnë. Ne si shqiptar në cilin pol futemi? Te Amerika. Te Amerika? Atje do udhëheqja jonë. Pa drejtësit ai bën prapë me s'kemi zbrej. Ne jemi vend pro-amerikan, ç'është vërtetë? 100%, pse? Se na kanë ndihmuar. Ai Wilsoni na shpëtoi nga coptimi përfundimtar. Ne si shqiptar në cilin pol futemi? Ku jemi neve? Unë jam marrë gjithë jetën me pampat e naftës. Më pyet për një pamp naftë, t'ja përgjigja. E kuptova. Ne me jemi me Rusi, Kinën apo Amerikën? Unë jam me familjen time. Është më bukur. Te cili pol futemi? Ne futemi ke poli Amerikës. Te poli Amerikës. Po. Është poli mirë për neve? Besoj që po. Pavarësisht se ka bën një gjë të paligjshme, por Çfarë është e paligjshme? Forti nuk ka nevojë me zbatuar të drejtat. I forti është i fortë vetëm, s'ka nevojë për drejtë, për drejtësi. Luma që ka mik dhe mira që ka armik.